Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aksidenti i rënd në Pej ndahet nga jeta në moshë të re vëllai i Gjestit. Një person ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në fshatin Qungur të Pejës. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ka thënë për gazetën se aksidenti ka ndodhur mes një veture dhe një 4 cikleta. Në këtë aksident, policia konfirmoi se ka mbetur i lënduar edhe një person tjetër. Ai është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës. Rreth orës 14 policia është njoftuar për këtë aksident. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me ambulancën, ku mjeku ka konstatuar vdekjen e një personi. Një tjetër ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës. Ndërkohë, siç raportohet, viktima është Eldion Kelmendi, pra vëllau i reperit Gjesti.